Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. E papritur, ndëron jetë aktori i njohur i serialeve. Aktori anglo-francez Michael Lonsdale, i cili luajti personazhin kundërshtar të James Bond në fillimin e viteve 1979, ka ndëruar jetë në moshën 89 vjeçare. Në film ai luajti Hugo Drax, një industrialist që planifikonte të helmonte të gjithë njerëzit në tokë dhe më pas të ripopullonte planetin nga stacioni i tij hapësinor. Ishte një nga më shumë se 200 rolet që ka luajtur në anglisht dhe frëngjisht gjatë një karriere që zgjati 6 dekada. Producentët e Bond, Michael G. Wilson dhe Barbara Broccoli, e quajtën Lonsdale një aktor jashtëzakonisht të talentuar dhe një mik shumë të dashur. Në një intervistë në vitin 2012, Lonsdale u pyet nëse roli negativ kundër Bond mund të ketë një ndikim negativ në karrierën e tij. Ai u përgjigj: "Është krejt e kundërta. Unë kam bërë kaq shumë filma që nuk ishin shumë të njohur ose nuk fituan shumë para dhe bëra vetëm filma të dobët, kështu që mendova se mund të më pëlqente të isha në një film të famshëm dhe me fitim. Nuk ka rëndësi çfarë roli." Lonsdale kishte një karrierë të larmishme në film, televizion, radio dhe sken. Para se të bëjë kundërshtari i Bond, ai luajti zëvendës komisionerin Claudio Lebel në thrillerin politik të quajtur Dita e Çakallit. Ai më vonë u shfaq si Jean Pierre në filmin aksion amerikan Ronin 1998 së bashku me Robert De Niro dhe si Papa në thrillerin historik të Myniut në vitin 2005 të Steven Spielberg.